Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me edicionin kulturor të magazinës Art Kultur në RTK. Në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës Pjetër Bogdani, në Prishtinë u soll një ngjarje që bashkoi historinë, letërsinë dhe artin pamor në një dialog kulturor mes Shqipërisë dhe Italisë. U prezantua poema epike La Skanderbejda e autores italiane Margherita Sarocci. E konsideruar si poema e parë epike femrore në Evropë, ndërsa njëkohësisht u inaugurua dhe ekspozita Këndo o Muz Trimërin, që sjell përmes dokumenteve narrativës vizuale dhe interpretimit artistik figurën e Skënderbeut dhe raportit historike mes botëve në që takohen në këtë vepër. Po ashtu publiku pati mundësinë të njihet edhe me itineraret kastriotiane në Amalfi, një projekt që rikthene në vëmendje gjurmët historike dhe kulturore të familjes Kastrioti në Itali. E kam kënaqësinë që sot në Art Kultur të kem të ftuar kuratorin e kësaj ngjarje, Majlinda Bregasi, me të cilët do të flasim për më shumë për dimensionin artistik, historik dhe kulturor të këtij projekti. Përshëndetje Majlinda dhe mirë se na erdhe në Art Kultur. Mirë se ju gjeta. Atëherë ne ndoshta kishte qenë mirë të fillonim të flisnim për rëndësinë. Çfarë rëndësie ka kjo poemë në historinë e letërsisë evropiane dhe në trajtimin e figurës së Skënderbeut? Tash rëndësia fakti që ju sa e përmendët që është poema e parë shkruar nga poema e parë epike, e shkruar nga një grua në historinë e Europës, e tregon qartë rëndësinë që ka kjo poemë, jo vetëm domethënë në aspektin studimor, por edhe në aspektin letrar, artistik e të tjera. E dyta, arsyeja e dytë që i jep rëndësi kësaj është se Margherita Sarocci nuk ka qenë një autore e zakonshme, por ka qenë një figurë elitare italiane, shumë e rëndësishme. Ka qenë gruaja e parë antare e Akademisë së Humoristëve. Në Rom kanë qenë dy akademia, Akademia degli Humoristi, e humoristëve, por që nuk kishte të bënte me humor, por me shkencë dhe me kulturë, dhe Akademia e Linceit, që ekziston edhe sot e kësaj dite, që është Akademia e Shkencave. Këto dy akademi kanë qenë konkurrencë me njëra tjetrën. Një grup i madh i akademikëve e propozojnë Margherita Sarroccin të bëhet antare e akademisë. Dhe ajo bëhet antare e akademisë, duke shënuar pra një kthes edhe në nivelin pra akademik. Pas asaj bëhet antare e akademisë Sociosi, Akademia e Napolit. Pra kemi të bëjmë me një grua që ishte muzë për shkencëtar, për artist. Vetë Torquato Tasso, që ka qenë poeti më i madh italian i kohës, i ka shkruar një sonet Margherita Sarroccit. Pra kemi të bëjmë me një figurë shumë elitare. Do të kishe përmendur aty tek përmbledhja, tek teksti kuratorial, kishe përmendur që Margherita ka qenë edhe e asociuar ose e shoqëruar edhe me Galileo Galileun, ashtu ishte? Po ka qenë mike. Galileo Galilei, vetëm imagjinoni kur ai bënte shpikjet e tij dhe zbriste nga Pisa për në Rom, për t'i prezantuar shpikjet e tij, rrinte në shtëpinë e Margherita Sarroccit, me muaj të tërë. Dhe shtëpia e Margherita Sarroccit ishte një qendër, në sallonin e saj diskutohej për shkencë, për kulturë, për art. Po, e tash unë du të ndalem tek në që mënyrë La Skanderbejda riformson figurën Skënderbeut brenda traditës epikës evropiane. Çfarë e bën figurën e Margherita Sarroccit, unë i thash gabim Sarroccit, nuk e kisha idenë se si shqiptohet, kaq të veçantë në historinë e letërsisë evropiane? Sepse po flasim për një periudhë në mesjet, ashtu ishte, apo pak pas mesjet? 1600, fundi 1600-ës, fillimi i 1700-ës, do me thënë jemi në shekullin 16-17. Imagjinoni, vetëm nëse do të ktheni pak rrotën e historisë mbrapa, çdo gjë ishte në duar të burrave, politika, arti, shkenca, çdo gjë, dhe del një grua e cila nuk është vetëm poete, por është poete, është matematikane, astrologe, është fizikante, shkencëtare. Pra një grua që ka shumë talente.
Dhe hyrja e kësaj e Margheritës në botën akademike dhe kulturore është një kthesë e madhe europiane. Fakti që ajo i kushton tërë jetën e saj shkrimit të një poeme epike, që deri atëherë janë shkruar pra vetëm nga burrat, ja kushton herojt tonë kombëtar, e bën 3 fish më të rëndësishme këtë poemë epike. Tash pse Skënderbeut për studiuesit është e thjesht pse Skënderbeut, pse herojt tonë kombëtar, sepse me botimin e veprës së Marim Barletit, Historia de vita e Gesti Skanderbegi, e cila u bë bestseller europian për 2 shekuj. Nuk po flasim 20 vjet, 2 shekuj. Nga ajo vepër ajo vepër frymëzoi qindra artist, piktor, skulptor, shkrimtar, të cilët u morën me figurën e Skënderbeut dhe Skënderbeu u kthye në një mit europian. Një mit që deri në 1840-ën kemi zbuluar tashmë një roman të fundit të shkruar për Skënderbeun pikërisht në vitin 1840, tregon që ishte një mit i gjallë europian. Dhe normal që nuk është e çuditshme kur ndërkohë të gjithë të tjerët gjenin nga një mit në histori, domethënë për të shkruar poema epike, Margherita i referohet pra Skënderbeut. Si është trajtuar figura e herojt tonë Skënderbeut në raport me perspektivën femërore të një gruaje të autorës Margarita Sarokit? Është pak a shumë, është historia që ne dim, por historia që për ne shqiptarët është më së njohur, pra rezistenca e Skënderbeut, lufta kundër pushtimit otoman, strategjitë që ai përdori e të tjera, por poema nuk qëndron vetëm në atë burrërinë dhe trimërinë e Skënderbeut dhe të njerëzve të tij, po aty ka shumë intriga brenda, ka dashuri, ka tradhti, pra është një poem shumë moderne nëse do ta shikojmë nga ky aspekt. Dhe gjëja e bukur tjetër, një gjë shumë që më pëlqen ta theksoj, kur ne flasim për Skënderbeun, kur flasim edhe kur flitet në Europë për Skënderbeun, duhet të mendojmë jo Skënderbeun të vetëm si person ky, por popullin që ai përfaqësoi, sepse Skënderbeu përfaqësoi një popull. Sa i bashkë me njerëzit e tjerë, do me thënë luftoj, nuk luftoj i vetëm, nuk bëri asnjë gjë i vetëm, se nuk do mund të bënte asnjë gjë i vetëm. Pra është një moment brillant i historisë son kombëtare, të cilën kemi krenarin që na përfaqëson emri i tij, por të gjitha ata pasardhësit si tanë bashkë me ta. Pra këtë më pëlqen ta cilësoj, se është një periudhë shumë e lavdishme e jona. Pikërisht, pse La Skënderbeita konsiderohet një vepër e guximshme për kohën kur është shkruar? Po, është pikërisht e guximshme për këtë, sepse në momentin që gratë duhet të merreshin me ndonjë poezi sentimentale për dashurinë e të tjera, Margherita shkruan një poemë epike, tërësisht burrërore dhe tema që konsideroheshin, domethënë, burrërore, dhe shkruan në nivelin më të lartë të mundshëm. Një version i La Skënderbeita është botuar derisa Margherita ishte gjallë, por studiuesit mendojnë që ai version është botuar pa pëlqimin e saj. Dhe në fakt versioni që ne kemi sot, që na e ka cilë të plot Olimpia Gargano, me punën e jashtëzakonshme që ka bërë, një studiuese e jashtëzakonshme italiane që merret prej shumë vitesh me imazhin e Shqipërisë në Europë. Pra si europianët neve na perceptojnë, na kanë perceptuar me shekuj, pra. Kjo vepër është botuar në 1623-shin, pas vdekjes së Margarita Sarokit. Dhe është shumë interesante sepse ajo i ka dërguar një letër Galileo Galilei, të cilën ju këshilloj të shkoni në bibliotekën kombëtare dhe ta shikoni, se është e publikuar letra. Është e publikuar në ekspozit. Po, është në ekspozit. Do dalim pas kësaj, po. Ajo i shkruan letër ku i kërkon Galileos që t'i japi një mendim për veprën, që mos ta kursej absolutisht me kritika, dhe nëse ai dëshiron t'i shkruaj dhe diçka për veprën. Por Galileo i përgjigjet, thot, vepra më erdhi e plot në gjendje të mirë, se imagjinoni tash vepra me kala, çka ka shkuar deri në Pisa, nga Roma në Pisa, por fatkeqësisht thot mua më gjeti në një gjendje shumë të keqe, të mjerueshme.
shëndetësore dhe me probleme të tjera. Dhe vetmja gjë që ai ka mundur t'i kthej Margaritas, thot, ju aputh duart. Dhe i lutem Zotit për lumturinë tuaj. Që është një kompliment, do me thënë, i jashtëzakonshëm duke ditur se nga kush vjen. Po, pikrisht. E tash, po flasim se në këtë ngjarje është organizuar dhe ekspozita Këndohu Muz Trimërinë. I vënë pa shumë elemente. Çfarë përfshin ekspozita? S'kam qenë nuk... Po, atëre ekspozita është bërë në Amalfi dhe Biblioteka Kombëtare e Kosovës ka bërë një punë shumë të madhe për organizimin e gjithë kësaj ngjarje. Është një bashkëpunim mes Institutit Gjuhës dhe Kulturës Italiane dhe Bibliotekës Kombëtare. Së bashku kemi punuar për të krijuar të gjithë ngjarjen. Pra kjo ekspozit vjen tashmë e përkthyer në Shqip. Unë kam bërë përkthimin e teksteve nga italishtja e 1600-ës dhe Dardan Luta, dizajneri, ka bërë dizajnin edhe të versionit në Shqip. Është publikuar një katalog shumë i bukur i kësaj ekspozite dhe në ekspozit janë marrë momentet më interesante, të themi, të poemës, të cilat janë të ilustruara, nga ilustrimet të veprës së Barletit, të cilat janë bërë në versionin gjerman apo në versionet në shtetet e tjera. Se dim që vepra e Barletit u përkthye në shumë gjuhë europiane. Dhe që ka qenë mjaft inspiruese për shumë, do të thënë, shumë autor. Absolutisht. Çfarë mund të mësojnë të rinj, brezat e rinj nga jeta dhe krimtaria Margarita Sarokit? Po flasim për shumë shekuj më vonë dhe në kohë digjitale. Tani, dua të përmend, mbasi flasim për brezat e rinj, se ne gjithmonë mendojmë që brezat e rinj janë të kësaj gjeneratës social media dhe kështu, por nga kjo ekspozit po qarkullon me shumë sukses në Itali, nga Ventimiglia lart deri në Amalfi. Dhe të rinjt italian të sotëm, të cilët nuk din asnjë gjë për Skënderbeun, nuk din absolut, jo vetëm të rinjt, po në përgjithësi nuk din asnjë gjë më europianët për Skënderbeun, përveç asaj pjesës elitare, pra, të tjerët nuk din gjë, janë aq të afasinuar me poemën, sa që kanë bërë punë të jashtëzakonshme, kanë bërë me AI filmat të Donika Kastriotit, të personazheve të ndryshëm pra të poemës, duke treguar pra atë bukurinë, duke bërë një rrëfim narrativ të poemës. Komplet moderne, ose kanë bërë stripa, duke kthyer poemën në stripa, ose në filma të ndryshëm, në filma shumë bukur, filma të shkurtër shumë bukur. Pra mendoj që të rinjt, pa marrë parasysh që Skënderbeu ishte shqiptar, kanë shumë arsye për të frymëzuar nga kjo. E tash, a mendoj që kjo ekspozit dhe kjo ngjarje në përgjithësi krijon një urë kulturore mes Shqipërisë, Kosovës, Italisë, dhe perandërisë osmane. Dhe perandërisë osmane. Edhe pse keni parasysh tani, edhe në veprën e Sarokit, çka e bën moderne veprën e Sarokit, është se personazhet nuk janë bardhë e zi. Por te bardha është e zeza dhe e kundërta. Pra personazhet janë ashtu siç janë në reale, pra kjo në jetën reale, kjo e bën shumë edhe më moderne veprën e Sarokit. Prandaj dhe është quajtur pra kjo lidhja mes këtyre vendeve, pa marrë parasysh konfliktit ushtarak që ka qenë. Prap këta njerëz në një mënyrë apo një tjetër kanë jetuar në të njëjtin kohë dhe kanë jetuar bashkë. Dhe sigurisht i kam pasur gjitha ato veprimtari që i mësojmë ne në histori. Edhe në fund, çfarë mesazhi përcjell kjo ngjarje, ekspozita, promovimi i poemës Margarita Sarokit dhe gjitha të tjera? Atëherë kjo përcjell edhe po rikthehem te pyetja juaj e parë, domethënë lidhjet në shqiptarëve me Italinë janë historike. Janë historike në nivele të shumta. Në këtë rast janë në nivel akademik, letrar, elitar. Dhe nuk është e vetmja. Kemi shumë lidhje të tilla, të cilat më së pari ne si studiues dhe si profesorë kemi detyrë që t'i kthejmë në vëmendjen e publikut, si media, t'i kthejmë në vëmendjen e publikut, se është detyra jonë të informojmë gjithmonë brezat e rinj.
kemi lidhje shumë të forta me Italinë. Vetëm duhet të dim t'i shfaqim në mënyrën se qysh ato e meritojnë të jenë. Sepse tek e fundit kemi qenë të gjithë, dikur kemi qenë të gjithë pjesë të njëjtës perandori, vazhdojmë, do me thënë, jemi miq të afërt, jemi fëqinj të parë, na ndan vetëm një det, por na bashkon populli. Ne kemi një diasporë historike prej 600 vjetësh atje, por kemi dokumenta që lidhjet e tona janë edhe shumë më të hershme se sa diaspora kur flasim për arbreshët e Italisë. Për shembull, po përfitoj nga rasti një profesor i Universitetit të Napolit, Ferdinando il Secondo, ka bërë zbulime fantastike për rolin e shqiptarëve në mbretërinë e Napolit, flasim për shekullin e 13, ku ka gjetur dokumenta, do me thënë emrat e shumicës së komandant generalëve të ushtrisë kanë qenë shqiptarë, të cilët i ka thirrë mbreti Napolit për të reformuar dhe për të mësuar ushtrinë e tij, domethënë për të mësuar ushtarët e tij. Pra kemi aq shumë arkivat e Napolit, për shembull, Venecias, Romës, janë plot me dokumenta, por presin normal studiues që të shkojnë edhe t'i hapin. Dhe kjo sigurisht ngjarja e sjell më afër mundësinë për të shkuar dhe për të parë dhe për të fituar, siç është ajo thënia në gjuhën latine, veni vidi vici. Do të ishte shumë interesante që ekspozita do duhej ta përtaçonim në Itali, kështu që është dygjuhëshe, sepse tashmë është dygjuhëshe, sepse nuk do të mjaftonte që ne vetëm është bukur që ne e sjellim në Kosovë, por do duhet që ne t'i kultivonim, t'i risillnim pra në vëmendje edhe të italianëve, veçmas të italianëve, këto lidhjet e tona të forta. Se nuk mjafton vetëm t'ua themi popullit ton, publikut ton, por edhe publikut të tyre, ngadalë, se ne kemi lidhje shumë më të hershme. Majlinda, si gjithmonë është kënaqësi të të kemi, faleminderit për gjitha këto informata që i sollë, shpresoj që ata që janë të interesuar, ekspozita do t'jetë të hapur edhe disa ditë dhe të shkojnë të vizitojnë dhe të marrin edhe më shumë informata. Faleminderit juve për ftesën dhe ju ftoj të gjithëve të shkoni në Bibliotekën Kombëtare ta shikoni ekspozitën. Faleminderit, si gjithmonë kënaqësi, faleminderit. Ministja në Detyrë e Kulturës Aranda Bogujevci ka njoftuar se po përmbyllën detajet e fundit të restaurimit të Galerisë Kombëtare të Kosovës. Sipas saj, projekti përfshin restaurimin dhe rinovimin e plotë të institucionit qendror të artit pamor në vend, ndërsa janë krijuar edhe 400 metra katror hapësira të reja nëntoksore. Këto ambiente do të shërbejnë për ruajtjen dhe inventarizimin e koleksionit shtetëror të veprave të artit sipas standardeve moderne. Bogujevci theksoi se Galeria Kombëtare po transformohet në një hapësirë moderne, funksionale dhe frymëzuese, e cila do të shërbejë artistëve dhe publikut artëdashës në Kosovë. Orkestra e fëmijëve dhe të rinjve Amadeus është shpritur në qeverinë e Kosovës së bashku me drejtuesit dhe anëtarët e saj. Gjatë takimit, përfaqësuesit e orkestrës u mirëpritën nga kryeministri i detyrë Albin Kurti, ndërsa u vlerësua puna për kushtimet dhe sukseset që kjo orkestër ka arritur në skenat të ndryshme ndërkombëtare. Orkestra Amadeus shprehu mirënjohje për përkrahjen institucionale ndaj fëmijëve dhe të rinjve të talentuar. Në këtë takim, orkestra dashdoi kryeministrit edhe një falënderim nga festivali Spring Symphonies në Spanjë, si shenjë vlerësimi për mbështetjen ndaj talenteve kosovare. Si dhe drejtuesit e orkestrës i dhuruan kryeministrit një pikturë me portretin e kompozitorit të njohur Wolfgang Amadeus Mozart. Përfaqësuesit e orkestrës Amadeus theksuan se do të vazhdojnë me përkushtim ta prezantojnë Kosovën në skenat të ndërkombëtare përmes talentit dhe punës së të rinjve kosovar. Kapiteni i Zvicrës Granit Xhaka ka bërë një hap të ri jashtë futbollit, duke bërë pjesë edhe e botës së filmit. Mes fushori shqiptar luan në filmin e shkurtër Westerns dhe Soceritos, ku shfaqet për krah ikonës së njohur të kinemas italiane Terence Hill
Në këtë projekt marrin pjesë edhe futbollisti Zeki Amdoin dhe modelja e futbollistja kroate Ana Maria Markovic, ndërsa xhirimet janë realizuar në Spanjë, në lokacione të njohura për filmat klasik western. Filmi është promovuar para nisjes së Kupës së Botës dhe ka marrë vëmendje të madhe në Zvicër dhe në mediat sportive ndërkombëtare. Me këtë paraqitje, Granic Xhaka dëshmon se po shkëlqen jo vetëm në fushën e futbollit, por edhe në projekte artistike dhe mediatike jashtë sportit. Skulptori i Butrint Morina do të hapë ekspozitin e tij personale më 3 qershor 2026 në orat 18 në hapësirat e Ulpiana Art Center në Prishtinë. Ekspozita sjell një përmbledhje të krijimtarisë artistike të Morinës, ndër vite duke prezantuar rreth 20 vepra të realizuara gjatë dekadës së fundit në konkurse, bienale dhe simpoziume ndërkombëtare. Në fokus të projektit artistik është procesi krijues i skulpturës monumentale bashkëkohore, ku vëmendja zhvendoset nga vepra finale të rrugtimit i realizimit artistik. Pjesë qendrore e ekspozitës janë maketa origjinale të skulpturave të trajtuara si vepra të pavarura arti. Secila maketë shoqërohet me dokumentim fotografik që paraqet etapat e krijimit nga ideja fillestare deri te instalimi përfundimtar i veprave në hapësira publike në vende të ndryshme të botës. Ekspozita do të qëndrojë hapur deri më 13 qershor. Ministri i Kulturës në Shqipëri, Blendi Gonxha, përmes një postimi në Facebook, ka përcjell pamje nga puna për restaurimin e kullës së Turanit. Kulla vendosur në fshatin Turan të qarkut të Korçës është monument kulture i kategorisë së parë. Ndërhyrja synon ruajtjen e origjinalitetit dhe forcimin strukturor të monumentit, duke i dhënë jetë të re kësaj pasurie kulturore dhe duke siguruar mbrojtjen e saj për brezat që vijnë. Kulla ka një planimetri katrore me përmasa të vogla dhe një ambient në çdo kat me funksion të përqendruar kryesisht në mbrojtje, gjë që vihet re edhe nga mungesa e dritareve dhe volumi i mbyllur. Kulla e ndërtuar në shekullin e 19 ka një lartësi prej 15 metrash dhe ndahet në 4 kate. Për të mos humbuar asgjë nga lajmet më të fundit, na ndiqni na pëlqeni edhe në rrjetet sociale, aty ku informacioni vjen shpejt dhe saktë. Mos harroni, jemi gjithmonë live në rtkllive.com. Të nderuar shikues, ne këtu përfundojmë magazinin Art Kultur. Ju faleminderit që na ndoqët. Mirupafshim të hënë.